Përshëndetje të gjithëve edhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të bëjmë së bashku një trileçe. Kjo është trileçja më ekonomike që do të përgatisni ndonjëherë, pasi për trileçen do të përdorim vetëm 5 kokra vezë, qumësht normal dhe madje edhe karamelin do e përgatisim në një mënyrë ndryshe nga sa jemi mësuar deri tani. Karamelin nuk do e bëjmë me krempana apo hopla, por në vend të tyre do të përdorim ujë. Prandaj ju ftoj të ndiqni videon deri në fund për t'i parë proceset me radhë. Në fillim do të përgatisim kekun ose padispanjën për trileçen. Për padispanjën na duhen 5 vezë. Në fillim në një robot kuzhine do të hedhim vezët, të cilat duhet që të jenë në temperaturë ambienti. Për këtë recetë na duhet edhe 180 gram sheqer ose 14 lugë gjelle. Sheqerin do e hedhim pjesë tek vezët, duke e ndarë në 3 pjesë. Do të hedhim në fillim vetëm pak nga sheqeri dhe i rrahim vezët për disa minuta, derisa të bëhen shkum si në video. Rrahjen e vezëve mund ta bëni edhe me rast elektrik, nëse nuk keni një robot kuzhine. Ndërkohë do të hapim furrën në 170 gradë Celsius dhe do e lëmë që të nxehet. Në fund tek vezët do të hedhim edhe pjesën e fundit të sheqerit që na ka ngelur dhe do i rrahim vezët sërish për disa minuta të tjera, derisa volumi i vezëve të jetë dyfishuar dhe të jenë bërë shkumoze, me një shkum në ngjyrë pak si të bardhë. Në këtë moment do e fikim robotin e kuzhinës dhe tek vezët do sitim pjesë mielin. Për këtë recetë na duhen 160 gram miell ose rreth 18 lugë gjelle. Gjatë kohës që sitim mielin, do shtojmë tek sita e miellit edhe 20 gram niseshte ose 2 lugë gjelle dhe 1 lugë gjelle me baking powder ose pluhur për pjekjen e ëmbëlsirave. Mielin e sitim pjesë dhe ndërkohë e trazojmë lehtë me vezët duke përdorur një tel dore ose spatull. Nëse përdorni një tel dore si ky që kam unë në video, kur ta trazoni mielin, do e bëni duke e tundur dorën nga pak në mënyrë që të mos të ngjeshet mielli. Kështu do të veprojmë derisa të mbarojmë të gjithë mielin. Përbërësit ua kam thënë edhe me gram edhe me lugë, për ta pasur më kollaj edhe për ato anvisa që nuk kanë peshore në shtëpi, por sigurisht që nëse përdorni gram, jeni edhe më konciz dhe më të saktë me recetën. Pasi kur i masni me lugë, çdo gjë varet edhe nga madhësia e lugës apo edhe se sa e mbushni lugën. Unë u garantoj një gjë që nëse e përdorni këtë recetë, nuk do t'ju dështoj asnjëherë padispanja apo keku. Pasi trazojmë mielin me vezët, duke pasur kujdes që të mos ulet volumi i vezëve, në një tas hedhim 60 gram vaj të zakonshëm ose 4 lugë e gjysmë dhe 70 gram qumësht ose 4 lugë e gjysmë. Me një lugë marrim pak nga masa e vezëve dhe miellit dhe ashtojmë qumshtit dhe vajit. Dhe më pas i trazojmë mirë me njëra tjetrën dhe në fund të gjithë masën e tasit do e hedhim tek mielli. I trazojmë mirë me një spatull nga lart poshtë dhe më pas të gjithë masën e vezëve e hedhim në tepsi. E hedhim masën e kekut në tepsi dhe e nivelojmë mirë. Në tepsi kemi shtruar një letër për pjekje edhe më pas padispanjën e fusim në furrën e nxehur që më parë në 180 gradë Celsius dhe e lëmë që të piqet për 45 deri në 50 minuta pa e hapur derën e furrës. Ndërkohë që padispanja piqet, ne do të përgatisim karamelin. Për karamelin në një tigan shtojmë 1 fixhan e gjysmë me sheqer. E lëm sheqerin që të shkrijë në temperaturë jo shumë të lartë, për shembull në sobën e kam me numrat nga 1 e 12 dhe sheqerin e shkrit tek numri 4. Do e tundim her pas here tiganin dhe kur shikoni që tek sheqeri shfaqen disa shenja që tregojnë se në disa vende sheqeri ka nisur të shkrijë, atëherë do e trazojmë sheqerin me një lugë druri. Kështu do ta trazojmë derisa të shkrijë gjithë sheqeri dhe nuk kemi më kokrica sheqeri në tigan. Kur sheqeri ka shkrirë plotësisht, në tigan do shtojmë një lugë me gjalp. Do ju rekomandoja që të përdorni gjalp të blerë, pasi në të kundërt karameli mund t'ju vijë në fund aromë gjalpi.
Pasi gjalpi shkrin dhe e përthith masa e sheqerit, në tigan do shtojmë një gotë e gjysmë me ujë. Gota që unë kam përdorur në këtë rast është gotë e madhe ujë. E trazoj mirë dhe e lëm të nisë që të vlojë. Dhe në këtë pikë në tigan do shtojmë 3 lugë gjelle me një seshte të tretur në ujë të ftohtë. Keni parasysh që një seshte të shtoni në varësi të sasisë që do përgatisni, ose mund t'ja shtoni nga pak një seshten gjatë përgatitjes për të parë se sa të trash e doni karamelin. Unë kam përdorur 3 lugë pasi kam shtuar goxha ujë në tigan, por mos harroni edhe një gjë që në këtë rast masa e kremit nuk na duhet që të trashet dhe të bëhet sikur po bëjmë puding, por duhet vetëm që të bëhet si salcë trash, ai sa ju mendoni që karameli arrin të qëndrojë sipër trileçes. Pasi ja hedhim një seshten sheqerit të tretur, e trazojmë mirë dhe e lini të valojë në temperaturë të ulët në mënyrë që të mos na digjet karameli. Kur masa e kremit ka arritur trashësinë që doni, atëherë hiqni kremin nga zjarri dhe e lini të ftohet. Më besoni që del kaq i mirë sa që nuk do keni më nevojë ta bëni karamelin me pana apo hoplla. Tani karamelin e lëm të ftohet dhe do heqim nga furra kekun e trileçes. Heqim nga furra dhe lëm që të pushojë për 2 ose 3 minuta dhe më pas i lëvizim letrën e pjekjes. Në fund të tepsisë hedhim një gotë të madhe me qumësht dhe sipër vendosim kekun. Pjesën sipër të kekut do e shpojmë me një pirun në mënyrë që qumshti të depërtojë më shpejt në brendësi të kekut dhe sipër do i hedhim edhe 1 litër qumësht. Unë kaq përdor zakonisht, por ju mund t'ia hidhni qumshin edhe pjesë dhe në këtë mënyrë do të shikoni se sa qumësht ju duhet. Unë kam përdorur vetëm 1 lloj qumshti në këtë video, por ju nëse keni mundësi dhe dëshirë, mund të përdorni edhe disa lloje qumshti dhe t'i përzjeni së bashku dhe më pas ja hidhni trileçes. Për mua trileçja është një nga ëmbëlsirat që e dua shumë dhe nuk përbën ndonjë problem nëse ka në brendësi të saj 3 lloje qumshti apo edhe veç 1 lloj qumshti si në këtë rast. Shija e kësaj ëmbëlsire për mua ngelet e pasëvendësueshme. Kur trileçja ka pirë të gjithë qumshtin, atëherë do i hedhim sipër karamelin që përgatitëm. Më pas e lëm trileçen disa orë të pushojë mirë. Më mirë do ishte që të pushonte në frigorifer. Dhe më pas e presim dhe e servirim. Në kanalin tim keni edhe disa metoda të tjera të përgatitjes së trileçes, po të doni mund të hidhni edhe atyre një sy. Gjithashtu keni edhe disa metoda të tjera të përgatitjes së karamelit. Këtë ëmbëlsirë ju mund ta përgatisni për bajram apo për çfarëdo lloj rasti tjetër që keni në familjen tuaj. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer si video dhe nëse po, mos harroni të jepni asaj një like dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj. Për çdo recetë të re mund të abonoheni në kanalin tim dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë që postohen recetat e reja. Gjithashtu mos nguroni që të shkruani edhe komente poshtë videove të mia. Nëse nuk keni çfarë të shkruani apo nuk dini çfarë të komentoni, mjafton dhe thjesht një zemër ose një lule. Komentet tuaja të dashur miq ndihmojnë videot e mia që të shfaqen sa më shumë njerëzve të tjerë dhe në këtë mënyrë edhe kanali im të rritet. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.